që njeriu duhet pyesi për çdo gjë që nuk din, siç e tha Zoti në Kur'an. Pyesni të diturit nëse nuk dini. Mirë, për disa pyetje të cilat ndoshta janë të panevojshme, me kuptimin thjesht njeriu do të di shumë detaje ndërkohë që i mungojnë atij gjëra më të rëndësishme. Ose nuk është koha për të bërë pyetjen e tillë. Për shembull, ka njerëz që janë fillimet e fesë, besimit dhe interesohen për disa detaje, ndërkohë që ai akoma ka probleme me namazin ndoshta, apo akoma le të themi nuk është ngulur mirë në ato themelet kryesore që ka feja dhe besimi. Nuk ka, domethënë, nuk qortohet pyetësi, por janë disa fusha le të themi që njeriu është mirë që domethënë mos të futet shumë detaje, siç është pjesa e botës metafizike. Çdo gjë që ka të bëjë me Zotin, me engjëjt, çdo gjë që ka të bëjë me librat, me profetët, me botën tjetër, me kadan, me kaderin, është mirë që njeriu domethënë të marrë tekstet, të informohet dhe domethënë mos të fusi, si më thon, siç themi ne, domethënë logjikën në detajet e saj, sepse është e pamundur që njeriu ta gjejë me logjik. Nuk e ka lënë Zoti, nuk ja ka lënë këtë hapësirë njeriu. Për këtë arsye ka thonë elledhine yu'minune bil ghaib, ata të cilët besojnë të fshehtën. Pra në këtë fushë nuk është mirë që njeriu të futet në detaje, po merr informacionin e përgjithshëm dhe kthehet tek pyetjet të cilat janë pyetje që rregullojnë jetën e tij. Pra e gjen njeriu ndonjëherë me ca tematika, të cilat janë shumë të thella, le të themi, ndërkohë që ti thua ti njeriu, ore, a mund të ma përshkruash abdesin sipas sunetit të profetit alayhis salam, ose cilat janë farzet e abdesit, cilat janë ruknet e namazit, cilat janë farzet e namazit, nuk bën dot ndoshta dallimin mes rukneve dhe farzeve, suneteve dhe vajxhibeve në namaz. Pra ky njeri që gjërat më elementare nuk ka marr akoma informacionin dhe nuk është, le të themi, dhe nuk është të ngopur me këto gjëra që janë bazike, le të themi, shkon dhe futet në disa temë. Për këtë arsye, domethënë, është mirë që të gjejmë njeriu e duhur për t'i bërë pyetjen, sepse jo çdo njeri që ka mbaruar shkollë është i duhur për t'i bërë pyetjen. Pra duhet shkolla, dia, duhet eksperienca, duhet devocioni, pra duhet plotësohen disa kritere tek personi që pyet, dhe e dyta mos të shpërndahemi shumë në pyetje. Pra njeriu ka një hoxh, ka një imam, tek ai referohet dhe nuk ka pse të shpërndahet. Dhe mundësisht ky imam i të jetë i arritshëm, pra mos të jetë viziv, mos të jetë dikush që e merr thjesht nga interneti apo nga televizori. Feja ka nevojë për fytyrë me fytyrë, për trup me trup, ka nevojë për komunikim. Pra dhe Xhibrili, profetit sallallahu alaihi pra duhet dikush që nesër pas nesër do të lexosh diçka, do të vish tek ai prap, do të referohesh prap tek ai, pra të mundohemi që domethënë mos ecim thjesht me pyetje, po të dim, të kërkojmë dijen, të hulumtojmë vetë. Nganjëherë për shembull vjen mua ndonjë pyetje, për shembull le të themi, më shpjego se si falet namazi duas. Ka raste që unë nuk i kthej përgjigje. I them lexo për këtë temë se kam material shumë të bollshëm. Pra dua që njeriu të mësohet me lexim.